KF Kamiani në kampionatin 2026-2027 do të garojë në ligën e dytë të futbollit vendor, kurse nga dita e djeshme nisi përgatitjet intenzive në drejtimin e shefit të ri të stafit teknik Burhan Emrullai, i cili do ta drejtojë ekipin së bashku me ndihmësin e tij Bekim Ziberin dhe trajnerin e portierëve Sulejman Ibishin. Në grumbullimin e parë të pranishëm ishin edhe drejtuesit e klubit, ku futbollistët u njoftuan me itinerarin e përgatitjeve, kurse më pas nisën edhe seancën servitore. Trajneri Emrullai për televizionin Koha tha se të gjitha fazat përgatitore do të zhvillohen në stadiumin e Kamianit, ku ka kushte adekuate për të arritur objektivat. Qëllimet janë të përfaqësohemi sa më dënjësisht në ligën e dytë, edhe ndërtojmë një ekip të re, një ekip që do të kënaqë futbollin e Pollogut. Kemi mjaft kualitet, mjaft djemë të talentuar në ekip, ngel që të përgatitemi mirë. Kemi planifikuar 4-5 ndeshje kontrolluese, që do të filtrojnë disa gjëra rreth ekipit, që të hinën në kampionat sa më të përgatitur dhe me sa më pak pikpyetje. Pikëparë ju dëshiroj futbollistëve to që janë të ri tani mirë se ardhin në ekip, edhe sa më shumë shëndet edhe shumë punë. KF Kamiani në merkaton e kësaj vere deri tani ka sjell disa përforcime të ditëve në vijim dhe pritet të vinë edhe 2-3 prurje tjera. Njëri nga prurjet më me përvojë është Arsim Llamallari. Kena shpresën të shkojë këtë si jo më mirë, klubi ka ambicje të mira, por realisht fillimi është veç për mbijetesë ligën e dytë, por nëse na jepet mundësia për të shkojmë për më lart, do shkojmë, s'ka problem. Futbollisti Huzri Gjemaili, i cili ishte pjesë e ekipit që shënoi suksesin historik, uroi që të mos ketë lëndime në mesin e futbollistëve, të sigurohet mbijetesa në ligën e dytë, por nëse jepet mundësia, të shfrytëzohet çdo shans për objektivat e skuadrës. Çfarë urojmë gjithë futbollistëve mos kenë lëndime dhe në bazë afrimeve, transfereve. Çfarë ta luftojmë mbijetesën, por rrugës, nëse del më mirë, do ta luftojmë. KF Kamiani ndeshjet kampionale do t'i zhvillojë në stadiumin e tyre, ku ka kushte që të luajnë edhe me drita të reflektorëve. Kampionati në ligën e dytë starton më 15 gusht, ndërsa Kamiani në gjiron e parë është mysafir e Pelisterit në Manastir.